Ka bërë me që të një pyetje më falë, çka është që kjo dimensioni si me trek i sindromit Stockholmit. Kjo me marrë vesh mes mas opozita fillon me adhuru. Që na jena Allah pjanë se morën vesh, pak me ma thjeshtësue. Opozita fillon me adhuru Albin Kurtin. Lideri vërtet një do ka... Zojta iri më sushti kejtë lapion të se... Albin Kurti ka rekta të jakë. Nëse na pate kuptuve, Albin Kurti sindromit si o me... Basë unë ti se marri vesh, po. Qerthulli semiotik i sindromit të Stockholmit. Po, mirë. Me thënë nuk thash direkt sindromi, sepse... Përbes, e ke që di dhe ka bumë që ja. Ja, përbes. Albin Kurti i ka ra dajak mirë këta. Adin? Edhe këta vend se ti kundërpërgjigjen me dajak, këta fillojnë thonë, apo na hep edhe pak dajak. E kuptoj, po kjo në rastin tonë, shiqo, prap, edhe orta edhe ju pjesërisht keni drejt kur flisni për veprimin, prap po flas për veprimin opozitor, edhe mund të them që edhe në parën edhe në dytën orta ka plotësisht drejt që çdo është me bo ma shumë. Kjo dinamika e veprimeve, dita ta shpjegova, dita 1, dita 2, dita 3. Unë kom prit që e banaj. Se ka pas qëllim. Këto të 3 dinamika nuk ka pas reagim opozitor që menoj ka qenë gabim mirë, po përbes po flas për veti. Pse s'po reagon opozita? Që unë për shembull për tek mas porën e kum reagu për jam i vetmi që kum pas konferencë për shtyp. Okej. Kom reagu. Tek marrëveshjet, përbes po mbjem marrës, unë shumë jam gëzu që ka kalu marrëveshja e Bankës Botërore. Besoj, ajo ka qenë, e thash, unë jam gëzu, unë do thotë nuk po më bo hipokrit, mashtrues. Knej po gëzona në shpirt që i arritu me i rujq ato pore se ajo dit, data 13, sa arraj kur, ka qenë data e fundit për marrën e 90 milion euro për i Bankës Botërore, që është një program shumë i rëndësishëm zhvillimor. E tash s'po muj me dal, dyqysh knej po gëzona që i rujtëm knej me dal me kritiku, dyqysh po m'vjen. Jo me kritiku, vetëm i thonë që u gëzova, këtë që pëtësonte. Që pa neve, pa juve a kish mujtë. Po si qëndrem e kuptoj. Apo kupton, mi marë merita që keni meritu, se ju tek Alianca, ta shomi qysh po shkon puna qësoj e presidentit, se dhe kjo është një farë momentumi politik bukur i qëditshëm. Dhe na